horoskopi ditor, e diel, 9 mars 2025, horoskopi ditor i dashit, 9 mars 2025, për dashin, 9 marsi 2025, sjell energji gjallëruese për të fokusuar në qëllimet tuaja. Është një ditë e mbushur me potencial pasi shtrirjet planetare ju inkurajojnë të ndërmerrni hapa të guximshëm në ndjekjen e ambicieve tuaja. Shfrytëzojeni këtë ditë për të rivlerësuar strategjitë tuaja dhe për të bërë rregullimet e nevojshme që përputhen me qëllimin e jetës suaj. Ndërsa Marsi ndikon në motivimin tuaj, prekni natyrën tuaj dinamike për të ndezur kreativitetin në përpjekjet tuaja. Marrëdhëniet mund të kërkojnë komunikim të qartë, veçanërisht me bashkëmoshatarët ose partnerët. Kjo është një kohë e përkryer për të trajtuar çdo keqkuptim që mund të ketë mbetur, duke ju lejuar të nxisni harmoninë. Fitimet financiare janë në horizont, por këshillohet kujdes. Shmangni vendimet e nxituara në lidhje me investimet apo shpenzimet. Bilanci është vendimtar, sigurohuni që të ndani kohë për vetë kujdes dhe relaksim për të rimbushur shpirtin tuaj. Angazhimi në aktivitete fizike ose ushtrime të ndërgjegjësimit do të shërbejë si një shtyllë mbështetjeje, duke ju mbajtur në tokë. Përqafoni këtë energji transformuese dhe shikoni perspektivat tuaja të lulëzojnë. Horoskopi ditor i Demit, 9 mars 2025, Demi, më 9 mars 2025, rreshtimi qiellor ju shtyn të rishikoni vlerat dhe besimet tuaja themelore. Është një kohë e mirë për introspeksion dhe vlerësim të drejtimeve të jetës. Energjia kërkon thjeshtim dhe organizim, duke ju lejuar të rrëmbeni si mendërisht ashtu edhe fizikisht. Profesionalisht, qëndroni vigjilent pasi mund të shfaqen ndryshime të papritura në vendin e punës, duke nxitur përshtatshmëri dhe fleksibilitet. Demi, natyra juaj natyrale e palëkundur do të testohet, por është jetike të qëndroni të hapur ndaj rrejsive. Me Venusin që ndikon në sferën tuaj, fokusohuni në edukimin e marrëdhënieve personale. Angazhohuni në dialog të sinqert me të dashurit, duke nxitur lidhje më të thella. Në planin financiar, tregoni maturi pasi dëshirat e menjëhershme mund të lënë në hije qëllimet afatgjata. Kursimi do të jetë i dobishëm. Deri në mbrëmje, kënaqni shisat tuaja në një hobi ose aktivitet krijues që ju mbush shpirtin me gëzim. Qëndrimi i bazuar përmes meditimit ose shëtitjeve në natyrë do të balancojë detyrat kërkuese të ditës. Përafrimi i paqes së brendshme me përpjekjet e jashtme do të çojë në përmbushje gjithëpërfshirëse. Horoskopi ditor i binjakëve, 9 mars 2025, binjakët, është një ditë ku komunikimi merr qendër të vëmendjes. Ndikimi i Mërkurit rrit aftësitë tuaja artikuluese, duke e bërë atë një periudhë optimale për negociata dhe prezantime. Përdoreni këtë moment në avantazhin tuaj, pasi idetë tuaja do të rezonojnë me të tjerët në mënyrë më efektive. Mundësitë e rrjedhëzimit janë të shumta, lidheni me individ me ndikim që përputhen me aspiratat tuaja. Brenda marrëdhënieve personale, merrni kohë për të dëgjuar në mënyrë aktive, duke treguar ndjeshmëri dhe mirëkuptim. Një takim i papritur mund të ndezë një miqësi në rritje ose interes romantik. Ndaj qëndroni të hapur dhe të hapur. Financiarisht, një fitim i papritur ose bonus mund të jetë në rrugë e sipër, megjithatë, bëni një plan për të menaxhuar me përgjegjësi këto burime. Ndërsa kryeni detyra të ndryshme, energjia mund të bjerë pas dite vonë. Jepini përparësi pushimit dhe rikuperimit për të mbajtur vrullin tuaj. Eksploroni pikat krijuese për të furnizuar me karburant, si shkrimi ose arti. Besoni në shkatësinë tuaj për të lundruar sfidat dhe për të përdorur energjinë dinamike të ditës për përfitimin tuaj intelektual dhe social. Horoskopi ditor i Gafores, 9 mars 2025, Gaforia, ju ofron mundësinë për të fokusuar në shtëpinë dhe familjen. Ndikimi i hënës intensifikon intuitën tuaj, duke e bërë thelbësore t'i besoni instinkteve tuaja, veçanërisht në çështjet personale. Punët e brendshme kanë përparësi, merrni parasysh ridekorimin e hapësirave ose bisedat kuptimplota familjare që kanë kohë që duhet. Profesionalisht, ka të bëjë me forcimin e pozicionit tuaj në vend që të degëzoni. Rivlerësoni projektet në vazhdim dhe përqendrohuni në cilësinë mbi sasinë. Këshillohet kujdes financiar, shmangni blerjet impulsive dhe jepni përparësi kursimeve. Në një nivel personal, ushqeni mirëqenien tuaj përmes praktikave të vetë kujdesit që sjellin qetësi dhe shërim. Orët e mbrëmjes janë ideale për reflektim ose planifikim të synimeve afatgjata që përfshin stabilitetin. Nëse emocionet janë të larta, kanalizoni ato në priza krijuese ose produktive për të ruajtur ekuilibrin.
Kontakti me një mentor ose këshilltar mund të ofrojë udhëzimin e nevojshëm në lundrimin e turbullirave të mundshme emocionale. Përqafoni ndryshimin ndërsa ai shpaloset butësisht, duke lënë elasticitetin dhe intuitën të udhëheqin udhëtimin tuaj. Horoskopi ditor i Luanit, 9 mars 2025. Luani është një ditë që kërkon kreativitet dhe vetë shprehje. Energjitë kozmike janë në linjë të përkryer për të ndihmuar në manifestimin e vizioneve tuaja. Kjo është një kohë e përshtatshme për të nisur projekte të reja ose për të shfaqur talentet tuaja. Përdorni magnetizmin tuaj natyror për të tërhequr të tjerët në kauzën tuaj, duke mbledhur mbështetjen dhe bashkëpunimin. Profesionalisht jeni në qendër të vëmendjes dhe idetë tuaja do të fitojnë tërheqje me kolegët. Megjithatë, mbajtja nën kontroll e egos është vendimtare, por ulësia nxit respekt dhe bashkëpunim më të madh. Në çështjet personale, kushtojini vëmendje partnerëve ose miqve të ngushtë që mund të kenë nevojë për inkurajimin dhe mirëkuptimin tuaj. Financiarisht, vlerësoni investimet tuaja dhe eksploroni mundësi të reja që premtojnë rritje. Besojini instinkteve tuaja të brendshme në këto çështje. Aktivitetet e kohës së lirë, të tilla si ndjekja e ngjarjeve kulturore ose angazhimi në ushtrime fizike, do t'ju ngrejnë shpirtin dhe do të frymëzojnë ide të mëtejshme. Mbani ekuilibrin duke marrë momente vetmie për t'u rimbushur. Lidhuni me entuziazëm dhe optimizëm për të mahnitur bollukun që ju pret. Horoskopi ditor i Virgjëreshës, 9 mars 2025. Virgjëresha, kjo ditë bën thirrje për analiza dhe reflektim të përpikth. Ndikimet planetare ju inkurajojnë të thelloheni në detaje dhe të rivlerësoni punën tuaj. Është një ditë ideale për të rregulluar skajet e lirshme dhe për të siguruar që asnjë aspekt të mos anashkalohet, veçanërisht në projektet në vazhdim. Profesionalisht, ky zell mund të hapë rrugën për njohje dhe avancim. Shmangni të zgjatjen e vetes, jepni përparësi detyrave që maksimizojnë pikat tuaja të forta. Në marrëdhënie, natyra juaj analitike mund të perceptohet si kritike. Kornizo komentet në mënyrë konstruktive për të nxitur mirëkuptimin dhe rritjen me të dashurit. Financiarisht, organizoni buxhetin tuaj dhe eksploroni investime të kujdesshme strategjike që përputhen me objektivat afatgjata. Për sa i përket shëndetit, mbani regjimin tuaj, por konsideroni ta përmirësoni atë me praktika të ndërgjegjes për të ushqyer jo vetëm mirëqenien fizike, por edhe mendore dhe emocionale. Deri në mbrëmje, përfshihuni në aktivitete relaksimi që çlirojnë stresin dhe nxisin harmoninë e brendshme. Besoni se qasja juaj praktike dhe planifikimi i kujdesshëm do të ndriçojnë rrugën drejt suksesit me zbaticave që ndryshojnë. Horoskopi ditor i Peshores, 9 mars 2025. Peshorja fokusohet te harmonia dhe lidhjet sociale. Energjitë e ditës vënë në pa aftësitë tuaja diplomatike, duke e bërë atë një kohë optimale për nxitjen e bashkëpunimit dhe bashkëpunimit në sferat profesionale dhe personale. Ndiqni ekuilibrin, veçanërisht në marrëdhënie, dëgjoni në mënyrë aktive dhe vlerësoni perspektivat e të tjerëve. Kjo periudhë është e pjekur për ndrejtjen e çdo keqkuptimi apo forcimin e lidhjeve. Në punë, shfrytëzoni mentalitetin tuaj strategjik për të ndërmjetësuar konfliktet dhe për të bashkuar ekipet për një qëllim të bashkuar. Financiarisht, rishikoni partneritetet ose marrëveshjet financiare me kujdes, duke siguruar marrëveshje të drejta dhe të drejta. Me Venusin që ndikon në shenjën tuaj, aktivitetet krijuese dhe shprehja artistike janë të favorshme, duke ofruar si gëzim ashtu edhe frymëzim. Angazhohuni në hobi ose arte ku mund të shprehni lirshëm estetikën tuaj të brendshme. Mirëqenia nuk duhet neglizhuar, inkorporoni harmoninë në rutinën tuaj të përditshme përmes meditimit ose jogës. Ndërsa dita përparon, trajtojeni veten me një kalim kohe që ju sjell gëzim dhe përtëritje. Peshoren e vëmendshme sot e presin ekuilibrin dhe paqen. Horoskopi ditor i Akrepit, 9 mars 2025. Akrepi është i ngarkuar me energji transformuese, duke nxitur një introspeksion të thellë dhe rinovim. Sot, kozmosi ju fton të eksploroni dëshirat dhe frikën tuaj më të thellë, duke lejuar që ajo që nuk ju shërben më të bjerë. Profesionalisht, kjo mund të nënkuptojë ripërcaktimin e rolit ose vizionit tuaj, duke krijuar hapësirë për ndjekje më të harmonizuara. Besojini intuitës suaj për të udhëhequr këto ndryshime. Marsi i jep energji ambicieve tuaja, megjithatë, sigurohuni që vendimet të drejtohen nga qartësia dhe jo nga impulsiviteti. Në lidhje me marrëdhëniet, emocionet mund të jenë të larta, duke kërkuar biseda të sinqerta.
Dobësia do të nxjisë besim dhe mirëkuptim më të thellë me partnerët ose miqtë e ngushtë. Menaxhoni financat me kujdes, duke u fokusuar në shlyerjen e borxheve ose rivlerësimin e investimeve për kthime më të mira. Është thelbësore që emocionet e forta të kanalizohen në mënyrë konstruktive. Ushtrimet, mënyrat krijuese ose praktikat shpirtërore do të ndihmojnë në ruajtjen e ekuilibrit. Deri në fund të ditës, reflektoni mbi njohuritë e mbledhura dhe synimet e vendosura për rrugën transformuese që ka përpara. Ky është momenti juaj për të shfrytëzuar fuqinë për rritje dhe rinovim të thellë. Horoskopi ditor i shigjetarit, 9 mars 2025, shigjetari, yjet frymëzojnë eksplorimin dhe rritjen. Planetët rreshtohen për të rritur kuriozitetin tuaj natyror dhe etjen për njohuri, duke paraqitur një mundësi për të gërmuar në mësime të reja ose për të zgjeruar njohuritë ekzistuese. Profesionalisht, do të gjeni rrugë për avancim përmes arsimimit ose trajnimit. Përqafoni ide inovative, ato do të jenë të dobishme në mjedisin tuaj të punës. Ndërveprimi me njerëz të ndryshëm mund të sjellë perspektiva të reja dhe aleanca të mundshme. Në marrëdhëniet personale, aventurat e përbashkëta forcojnë lidhjet, ndaj mendoni të planifikoni një udhëtim ose të angazhoheni në aktivitete të reja me të dashurit. Financiarisht, rishikoni sipërmarrjet aktuale dhe qëndroni të hapur për të eksploruar tregjet globale ose mundësitë që përputhen me interesat tuaja. Aventura kërkon ekuilibër, prandaj mos harroni të mbani nën kontroll praktikat shëndetësore, qëndroni aktiv dhe ruani qetësinë mendore përmes meditimit ose praktikave reflektuese. Ndërsa dita përparon, shijoni momente të qeshura dhe gëzimi, duke lejuar që pozitiviteti t'ju udhëheqë. Besojini natyrës suaj optimiste për të lundruar në terrene të reja dhe për të nxitur rritjen. Horoskopi ditor i Bricjapit, 9 mars 2025, Bricjapi kërkon një fokus në planifikimin dhe strukturën afatgjallë. Energjitë e sotme mbështesin një qasje pragmatike, perfekte për organizimin dhe vënien në lëvizje të synimeve të ardhshme. Disiplina dhe vendosmëria juaj e natyrshme do të jenë kyçe në lundrimin e përgjegjësive profesionale. Merrni parasysh rishikimin e progresit aktual dhe strategjikimin e përmirësimeve për të rritur efikasitetin dhe produktivitetin. Financiarisht, është një kohë e mirë për të buxhetuar dhe planifikuar për të ardhmen, ndoshta duke eksploruar opsione për investime të sigurta. Në marrëdhëniet personale, tregoni durim dhe stabilitet. Pasi njerëzit e dashur mund të mbështeten në drejtimin dhe mbështetjen tuaj gjatë periudhave të trazuara. Ndërsa ruani fokusin, mos e lini pas dore kujdesin për veten, balanconi punën me aktivitetet e kohës së lirë që rinovojnë shpirtin tuaj. Ndërsa mbrëmja shpaloset, angazhimi në një argëtim ose hobi mund të sigurojë ngushëllim nga kërkesat e ditës. Sigurimi që do të kaloni kohë për mirëqenien shpirtërore dhe mendore do të rrisë aftësinë tuaj për të këmbëngulur. Gjeni ngushëllim në forcën e qëndrueshme që ju shtyn drejt aspiratave tuaja afatgjata me saktësi. Horoskopi ditor i Ujorit, 9 mars 2025, Ujori është i mbushur me energji inovative, duke ushqyer kreativitetin dhe ndjekjet vizionare. Ndikimet planetare të sotme janë të prirur për të menduar jashtë kutisë dhe për të shtyrë kufit në jetën tuaj personale dhe profesionale. Është momenti i duhur për të nisur ide ose projekte të reja, duke shfrytëzuar origjinalitetin tuaj për të mahnitur ose frymëzuar të tjerët. Rrjedhëzimi sjell mundësi shpërblyese, jeni të hapur për të krijuar lidhje me individ me mendje të njëjtë, të cilët ndajnë aspiratat tuaja. Në marrëdhënie, nxitni shkëmbimet intelektuale dhe ndani vizione për të thelluar lidhjet. Financiarisht, qasjet inovative mund të çojnë në përparime, por shmangni sipërmarrje tepër të rrezikshme, peshoni me kujdes opsionet. Përqafoni teknologjinë ose zgjidhjet moderne që mund të thjeshtojnë përpjekjet për të gjitha detyrat. Për sa i përket shëndetit, ruajtja e qartësisë mendore është thelbësore, prandaj përfshini pushime të rregullta dhe teknika relaksimi. Me afrimin e mbrëmjes, lejoni vetes të relaksoheni me aktivitete që lejojnë lirinë e shprehjes. Besojini mendësisë suaj jo konvencionale për të gdhendur shtigjen në një territor të paeksploruar, duke korrur shpërblimet e përpjekjeve tuaja të guximshme. Horoskopi ditor i Peshqve, 9 mars 2025, Peshqit thërasin reflektimin e brendshëm dhe përshtatjen emocionale. Energjitë e ditës rritin intuitën tuaj natyrale, duke ju udhëhequr të besoni ëndrat dhe aspiratat tuaja. Është një moment i përshtatshëm për meditim, ditar ose për të zhytur në arte krijuese që lejojnë që emocionet tuaja të rrjedhin lirshëm.
Në sferat profesionale, jepni përparësi detyrave që rezonojnë me vlerat tuaja dhe ofrojnë përmbushje domethënëse. Bashkëpunimi me kolegë empatik mund të sjellë njohuri të reja të dobishme për qëllimet tuaja. Dinamika e marrëdhënieve kërkon ndjeshmëri dhe edukim, përfshihuni në biseda të përzemërta për të rilidhur me partnerët ose miqt. Në planin financiar, merrni parasysh strategjitë që nxisin sigurinë dhe rritjen afatgjatë, duke shmangur shpenzimet impulsive. Deri në mbrëmje, kërkoni ngushëllim në natyrë ose praktika shpirtërore për të rimbushur shpirtin tuaj. Bilanci është thelbësor, sigurohuni që koha është e rezervuar për aktivitete që plotësojnë energjinë tuaj dhe frymëzojnë qetësinë. Përqafoni mistikën e udhërrëfyesve të sotëm, duke u besuar rrymave për t'ju udhëhequr drejt një kuptimi më të thellë të rrugës dhe qëllimit tuaj. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziles që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.